Jemi rikthyer në datën 10, ne pamë ndoqëm mitingun e opozitës. Pra, në këtë pjesë ne do të flasim për këtë protestë të mbajtur pra në 10 shkurt. Ndryshe nga çfarë se Berisha e Dinama nuk ranë. Datën 10 shkurt, ndoshta tani ndodhet në datën 20, se në 20 do bëhet prapë. Preç, datën 20 kemi prapë demonstratë, dhe ndoshta bie në datën 20, Rama. Tani do të jemi të njëjtit të protagonistë që folëm në pjesën që mbyllëm për Kosovën, zoti Bushati, zoti Zogaj, Mendoj Nazarka, Indrit Vokshi dhe Panos Soko. Tani të ndjekim zoti Bushati një sinkron, ti si shefare më duket të afër kur ndodhi protesta. Ja, s'ke qenë. Jo, nuk isha. S'ke qenë. Atere, sinkronin, ju lutem. Revolta juaj në protestë e kaluar dha një sinjal të qartë, brenda dhe jashtë vendit, se ne nuk do të tolerojmë kur grusht e shtetit. Shkurti është muaj kur ne zvarritet diktatorin. Shkurti është muaj kur ne dëshirojmë Shqipërinë në kilometre fundit, por mos harrojmë se kilometri fundit kërkon dhe përpjekjet më të mëdha. Jemi shpresë e fundit e shqiptarëve, le të hedhin ujë dhe gaz dhe çfarë të duan mbi ne, por përballë hajdutëve asgjë nuk na sprapsh. Shumë herë në të palkundur në kryengritjen tonë paqësore. Qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë meritojnë mirënjohjen më të pakufishme, nderimin më të madh, të cilët dje me kryengritjen e tyre paqësore i zbardhen faqen e Shqipërisë. Pra ky që sinkronik ne kishim përgatitur, në fillim u mbajtën 4-5 fjalime në një formë artime të bukura në fakt, shkruajtur me pathos, me shumë pathos dhe entuziazëm, preç, se ti e di që është artimi më mirë nga gjithë ne këtu, artimet që kryenim ne në shkollat e gjitha dhe... Tërveçare. Artim në shkollën tërveçare. Tërveçare, gjitha beshin shkollë tërveçare ato. Dhe pastaj mbaruan artimet dhe filluan edhe këta të vejlit, edhe lëshuan edhe Molotov, adoleshentët e këta. Edhe policia aty e të gjithë, u plagosën nga të, ndoshta edhe një deputet, edhe po dhe shumë policë, jo, tha doktori, nuk i pranoi plagosin e të gjithë ato. Pra, pamjen të sollëm, tani që mendoni për këtë protestë, çfarë arriti ajo të parin të pyes Bushatin, unë me kish pak më larg, se shëndjesi kish nga më larg kë, dhe pastaj të këtu më afër. Të njëjtën ndjesi si gjithmonë që protesta është në drejtën me PD-s ta bëj, po me protest jo vetëm që regjimi Ramës nuk shëmbet, po as nuk rritet. Pra duhet jemi të ndërgjegjshëm që filloj pushteti, protesta të tilla nuk është se i bëjnë në i dëm të madh. Kjo është e para. Pastaj e dyta është që u bën një debat si tek zjarret Molotovët që i përmendet e ti. Problemi im me këtë opozitë nuk është se hodhi Molotov, por problemi im me këtë opozitë është që nuk e djeg dot kryeministrinë e milionave të Ballukut apo parlamentin e rëmbimeve të Ergyll Sagasit. Pra,
në pikën që jemi, do ishte e legjitimuar që jo vetëm parlamentit e kryeministria, po edhe Tirana të ishte në flak. Që opozit nuk e luan do të këtë rol, nuk e ka këtë fuqi, nuk i ka mbrapa këto banda, nuk i ka këto miliona ta organizoj një gjë të tillë, dhe në këtë kuptim bëhet qesharak ky debatin që në vend që ta kritikosh opozitën se nuk është në gjendje ta çrrënjosi këtë regjim, kritikohet opozita nga qeveria se ndot pak muret e kryeministrisë apo se hedh në një fishek zjarre. Dhe këtu debati arrin në absurd, sepse me këta rrëmbys personash, me këta hajdut kronik, çdo veprim që çdo bënte çdo qytetar do ishte i përligjur. Opozita nuk është në nivelin e kësaj pritshmërie. Dhe në vend që ta kritikojmë për këtë, e kritikojmë se na prishe ato strejan që ka vënë Rama ke kryeministri. Unë jam plotësisht dakord Bushat me ty që por nuk duhet bërë siç e the ti, nuk duhet bërë sikur. Ajo duhet në vendet e tjera ndodh shumë dhe nuk bëjnë sikur dhe pastaj marrin një flamur. Në vendet demokratike ndodh shumë ndodhen gjëra të tilla. Po nuk marrin një flamur pastaj në dorë në fund, e marrin flamurin, dalin aty dhe vën fëmijët që nuk i zë ligji. E bëjnë në perëndim e bëjnë digjet, këtë drejti, por jo me fëmijët, këtë që nuk i zë ligji. E kupton? Këtë desha të tosha unë. Fëmijët është pyetja e dytë. Unë them që pyetja themelore është, pasi kemi parë çka bërë Belinda Balluku dhe Rama nuk e dorëzon. Jemi okay, pasi kemi parë si rrëmben njerëz Ergysa Gasi dhe askush nuk e çan kokën. Uzurpuesit e këtyre institucioneve, a duhen gjerë për dhunshëm që ndenjë, qoftë dhe me flak? Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë është, bëhet kjo me fëmijë apo me burra? Bëhet me njerëz që bëjnë me vërtet apo me sikur? Por pyetja themelore është, a duhet të rrehequr militar për fyti ta bandit dhe këta hajdut që plaçkisin çdo ditë Shqipërinë? Kjo është pyetja themelore. Se si sillet çdo njeri ndaj kësaj pyetje themelore, ky është një debat dytësor. Qartë. Atëherë, kalojmë jo vetëm në raport me Rësha dhe Bushati, po dhe që është mendimi juaj, me radhë. Ne vazhdimisht kemi folur, dhe me thënë duket, bëjmë përpjekje mos duket sikur përsëritim veten, se në fakt edhe kur ndodhin dhe gjëra që afërsisht njëjtas, edhe do ta përsëritim me në ngjepreç veten. Pra, një protest fillimisht lexuam disa fjalime, thash Berisha tundi flamurin, pastaj edhe ndryshëndët e hodhën ato të gjitha. Duket sikur, bën sikur, edhe opozita bën sikur. Çfarë është kjo tani, sipas? Ç'ishte, si e lexove ti? Duke si e orkestruar e gjitha si një filmo. Kush dhe flasë për para, dhe flasë në Do t'i vëksh. Se do vazhdojmë. Flasun, në pari. Po ty du drejtohet parit se tani, ne që jemi moshë madhe, flasim pak më për para preç. Ka ndo një enim, kjo e gjithë është... Arojmë. Nuk ka ndo një enim. Pyetja që bën... Ska enigma, është e gjitha është skenar. Skenar. Po kështu janë me skenar gjithmonë. Ka ndodhë në një herë që ka ndodhë në disa raste që ku ka pas protesta populore, mbar populore që kanë qenë pas skenar. Këto janë me skenar është orari, me skenar është gjdo elementi protestës, me skenar është fjalimi, me skenar është hedhja molotove, me skenar është gjujtja me fishek zjarë me qa po gjurin mbi policinë. Gjdo gjë është e menduar me inësi. Kush mendon ndryshe këtu, nuk e kupton natyrën e protestave që ndërmerr një parti politike që është dhe parti parlamentare. Tani unë me ekstremizmin nuk debatoj, sepse me ekstremizmin në thelb nuk debatohet. Tashi që të predikosh opozitarizm që t'i vesh flakën Tiranës, t'i vesh
flakën këtë janë, kjo nuk jep rezultat. Kjo knaq këshu, me thënë syrin e njerëzve që kanë qef të shohin flak, por kjo nuk jep asë një rezultat. Asë një. Nuk kanë... Mba në lidhje dhe Bushatin, ha? E mba në lidhje Bushatin i them se, Po, do me thënë jemi në bised. Po, dhuna dhe molotovët e vonojnë rëzimin e qeverisë, nuk e përshpejtojnë. Dhe provën e kemi në 35 vjetë, nuk kemi pse harrojmë atë përkufizimin e Einsteinit që Budallaj, për të përkufizu Budallajn thotë që bënd njëjta gjëra dhe pret rezultatet ndryshme. Më thënë, dhuna, molotovët nuk kanë dhënë rezultat këtu. Dhe nuk japin, sepse ato mund t'japin në rezultat kur grupe interesi, njerëz, rini, sindikata, pra që nuk kanë kërkesa politike, nuk duan me marrë pushtetin, po kanë një kërkes. Kanë një kërkes kundër blokimi që po i bëhet për shembull votimit për prokurorën, për këtë ministrin e ndërtimit, për Belina Ballukun, ose ka një kërkes që ka të bëjë me një çështje tjetër. Ka qenë këtu në Shqipëri çështje armëve kimike, e parave të humbura në firmat piramidale, këtu ka justifikim, domethënë shfrimi pa fre i pjesëmarrësve. Kurse kur organizohen nga parti politike që janë alternative pushtetit dhe dalin për kërku pushtetin, predikosh dhunën, do të thotë pranosh marrjen e pushtetit me dhunë. Kjo është kategorikisht kundër çdo koncepti demokratik e papranueshëm nga kërkush. Tani, unë edhe njëherë e nënvizoj këtë gjë që ata janë të lirë të bëjnë si e mendojnë vetë, së du të japë men asë kërkujt, asë opozitës Sali Berishës nuk i japë, asë du të japë men asë... Dhe po të japësh nuk t'i pranon, po. Por, nuk arrin gjë. Ajo që mund të themi ne si vëzhgus, është që njerëzit i kanë sytë mballë, këto janë protesta që filmohen nga dhjetra dhe qindra kamera, dhe nga mira celular, dhe do t'i kërkoja, do t'i sugjeroja Sali Berishës që të mësoj një herë ta ndërtojnë narrativin mbi atë që shohin me sy gjithë njerëzit. Se e ka bërë me 21 janar që vrit garda, ky e lexon se sikur kanë vrarë protestuesit njëri tjetrin. Domethënë e tjerë, se s'po i kthehem asaj. Tani këtu pa shumë qartë që sapo mbaroi ai fjalimin, shpërthyen molotovët. Ata më thonë janë fëmijë, unë nuk mund ta verifikoj këtë gjë, se jam aty. Po do ishte një skandal tjetër, domethënë që të përdorësh fëmijët, les enfants perdus, se kemi dhe Bushatin lindur, këto dhe jo dini cila është historia e fëmijëve të humbur, që përdorën kështu vend si mish për tokë, pa përgjithësi. Unë jam dakord me këtë gjë që në Shqipëri ka një problem të madh. Përpjekja që bën Edi Rama për të vonuar apo se për të bllokuar që drejtësia të vazhdoj punën e vet me hetimin edhe me quarjen gjykat të ish zëvendës kryeministës, se tani është e pezulluar, dhe ish ministrës ndërtimit tani deputete, pa diskutim dhe për skandale tjera. Këto janë skandale që po i heton dhe po i ndërton padim mbi to spaku. Drejtësia, pra Shqipëria e ka instrumentet për shkuar drejtësisë, sepse duhet mbrojtë dhe drejta e palës tjetër që akuzohet, se ata presupozohen pa fashëm derisa një gjykat shpallë pa fajtësinë e tyre, e tjerë e tjerë. Tu tani, opozitën mund ndikoj, por mendoj unë se nuk që do kemi ka këtë merak. Kam disa pyetje tjera, unë jashtë, do me thënë këtë mendon ti. Bushat kështë në një për preqin ndryshe e mendon. Jo, një pjesë i mendon një lloj me ty. E mendon ndryshe, po do me thënë, ajo ku ndahem unë, s'po them ku bashkohem me preqin. Jo, bashkohesh në shumë tjera, po. Unë me preqin është pyetja. Kush po ushtron sot dhunë në Shqipëri? Do me thënë, po ushtron dhunë Edi Rama dhe banda e tij që zdorzojnë Ballukun,
që nuk e lejojnë si pas ligjit interpelanca, që nuk lejojnë komisione hetimore, që përdosin opozitën, apo po ushtrojnë dhunë disa njerëz të cilët pasi bëjnë një manifestim që s'ka asnjë impakt, hedhin dhe fishezare dhe molotov. Dhunë, është pyetje që s'ka nevojë për... O, Bushat, s'ka nevojë... Ngrieshin dhe ambasadorët. O, Bushat, s'ka nevojë për përgjigje kjo. Më dënojnë protestat të dhunshme, nga që e din... Pyetje që ka mund për ty, është kjo. Multimulare ka bërë tjetër kush. Tash ti po bën koment. Pyetja ime për ty, se dhunë e dim se s'kemi një diferencë në këtë pikë që Edi Rama po bën përpjekje. Ti ke pas dhe mendimin që ka kap spakun, ka dështuar ajo spakut. Ke pas shumë mendime të tjera që kanë dështuar. Vazhdon ta ketë, mbaje. Pra, edhe se kush lufton me mjetet e veta kundër qëndrimeve që mban Edi Rama ndaj drejtësisë, dikush me shkrime, dikush me informativ, edhe me protesta, por dhunës, me këtë dhunë nuk jep kjo. Kjo nuk ka sens kjo në demokraci. Unë flasë nisur nga disa standarde e principe se jemi në regjim demokratik. Ti thu ti vjen flakën Tiranës. Në më thënë, unë jam kundër kësaj. E para punës pret... Për Belinda Balluku, thu ti, të digje Tirana, në kupton apo jo? Belinda Balluku nuk mund të ndrohet. Edhe Edi Rama s'do mund të mbaje, ta dish nga unë. Sepse s'ka mundësi. E pare punës, unë me ju, se po të them me ju, ndahem për faktin që ti mendon se jemi në regjim demokratik. Unë nuk mendoj që jemi në regjim demokratik. Dhe kur nuk jemi në regjim demokratik, unë ushtroj pyetjen, kush po ushtron dhunën? Je kontradiktor, sa i kushton qytetarëve shqiptar, Charteri Edi Ramës, opozita do të bëj komisión, nuk ja japi, dhe kjo është dhunë e pastër, dhunë për të vjedhur çdo ditë. Andi, kjo është dhuna e thash edhe pak më parë që me ekstremizmi nuk debatohet, po unë mendoj që ti ke edhe një sens pak ndryshe, sepse je i lexuar s'paku dhe po debatoj, se më thënë drejtën, kur dëgjoj një njeri që thot nga këto që thuti nga herë, si kjo e zjarrit, mi vu flakën Tiranës, unë e le, nuk kam debat. S'kam. Dhe më thënë, Piro, nuk kam. Por, me ekstremizmin nuk debatohet, si që nuk debatohet as me kolaboracionizmin. Ti tani je kontradiktor në sjam. Kolaboracionizmi me krimin, nga njerë, është shumë kriminal se ekstremizm. Je kontradiktor kur thua që Shqipëria është regjim, si ave emrin ti, totalitar, si dushti, ti s'do kishe vend kërkun, ti herë të kundërshton shembulli jot. Ti thu që të duash, ku të duash, në çdo studio ku don, pra ke një shembull si që ka dhe shumë si ti, ka plus si ti dhe bile tani, është në kauzë është kesh një gjë të re për të thënë, jo të mos kesh ku ta thush. Kush është i Zoti me thënë një gjë që ndikon, po kështu që dalësh dhe me thënë këtu, gjithkush thot çat doj. Pa është ha diskutim madh kjo, dhe me thënë, për kufizimi i regjimit, ha diskutim shumë të madh. Nuk mund t'i biesh me spat, duke kundërshtu vetveten. Kaq po të them. Të ynë të tjerët që ka... Atere ti më thuaj që ne jetojmë demokraci. Jo, ne jemi demokraci me shumë probleme, ka korupcion sistem, për cilin Shqipëria ka ngritur institucionin e akuzës që se ka pas kur, opozita duhet bëjë përpjekje të shumohet që të vijnë pushtet, po nëse opozita do të rrihen atë sektarizmin e vet, pastaj unë këtu ndam plotësisht prapë me ty se një opozit sektare që mbyllet brenda një grupi të ngushtë nuk vjen pushtet. Interesi im është që Partia Demokratike opozita të vijnë pushtet. Dhe ajo si vjen pushtet ne e dim. Ti që si e interesuar për të gjë, është tjetër gjë pastaj. Unë jam dakord me ty
se e the pak më parë, unë nuk kam për qëllim të jap mend opozitës siç the edhe ti. Por unë them, në këtë vend, një opozitë që ndodhet përballë kësaj dhune, përballë mosbatimit të kushtetutës se vendos Edi Rama, për komisionet timor, për charterin, për Megonitalin, nuk do t'ja tima, nuk përmend asnjë. Rruga e vetme që i ngelet është rruga jashtë institucionale. Vokshi, ti futim po Bushatit. E ka dëgju herë opozita, ka dalë opozita në mal, duke ndëgju Bushatin me shok. Jo, më Bushati këtë mendim ka tani. Po mi më ka ndodhë, ka dalë opozita, dogji mandatet, Po nuk ka dalë vërtet, po thot Bushati mos, e del dalë dhe kjo. me një skenar kot, do me thënë bën sikur, është ideja. Një më atë thash dhe unë. Edhe unë këtë po them, që bën sikur. Atje pëm pyetjen, atë dalë kjo në parlament, unë po të ashtroj me kundër pyetje, atë rrit në një parlament ku e dhunojnë ditë pas dite, ku nuk i japim drejtën për interpelanca, ku nuk i japim drejtën kushtetuse për komisione hetimore, ku nuk pyetet për asnjë gjë. Preç, në qoftë se në këtë vend jemi për opozita fasad, që të Futen bisedë kolegët e tjerë. Buje më vllai, djeg mandatet dalin mal, por nuk është kjo opozita demokratike. Kjo është pastaj Mendoni Emerald, Guevara. Vokshi njërë, se Vokshi ka qenë brenda. Patjetër. Zoti Zoga është themeluesi, unë thjesht kam qenë brenda. Ka ikur më shpejt. Okej. Zoti Zoga ka shumë shpejt që ka ikur. Për dalë këtu të ky argumenti. Tani ta trajtojmë me ftohtësi edhe me njerëz të cilët e prekin realitetin e Partisë Demokratike. Çfarë ja ka thyer qafën Partisë Demokratike ka qenë ky radikalizmi. Ndaqin ta pranojnë, e ndaqin mos ta pranojnë. Kur janë ndjekur mandatet, kam qenë antar i Këshillit Kombëtar në atë kohën, dhe është debatuar për djegjen e mandateve, dhe është debatuar për linjat e veprimit politik. Dhe përveç kësaj, kanë qenë disa njerëz tjerë në bordë në korridore që thonin digjni mandatet, për ndryshe jeni tradhtar. Tani, le të bëjnë çfarë të bëjnë, le të hedhin bomba, le të marrin atë mitralozin fishek zjarr të demokracisë, në fund do të përballesh në kutinë e votimit për të fituar legjitimitet. A jep legjitimitet shtesë opozitës, rebelimi, se e ja bëni trima, mund dalim dhe me armë në shesh edhe të mos lejojmë asnjë socialist të futet në institucione. Na jep legjitimitet popullor kjo dhe na jep pushtet legjitim? Nuk na jep pushtet legjitim. Çfarë do të thotë? Nuk mjafton vetëm të kesh të drejtë. Unë jam dakord që dhunën strukturore e ushtron Edi Rama. Ushtron dhunën institucionale, jo legjitime, se për legjitimen jemi dakord, ushtron dhunën strukturore tek biznesi, tek përcaktimi kush do t'jeti pasur dhe kush do t'jeti varfër në këtë vend, tek klientelizmi, tek shumë përcaktimet tjera, kush do vdes dhe kush do jetoj. Mirë po nuk mjafton që një opozit të ketë vetëm të drejtë, duhet t'jetë dhe zgjuar për të shkuar tek e drejta e vetë. Që do të thotë, pas një viti fiks ka zgjedhje. Nëse janë zotët, të dalin në zgjedhje, t'i marrë 20 bashki dhe ta delegjitimojnë në mënyrën si që delegitimohet. Nuk e delegjitimon do të Edi Ramën me Molotov dhe nuk legjitimon vetën me Molotov. Pra ne kemi harruar parimet klasike. Opozita legjitimohet duke marrë pushtetin vendor, duke marrë pika kyçe, bashki kyçe të cilat nuk i ka marrë më parë. Ashtu ngrihet në rrugën drejt pushtetit politik. Është romantike, është bukur që t'i shpallim një luftë armatosur. Rezultati, cili është? Ose cili do t'ishte rezultati? Ato vjen t'y pushteti legjitim? Jo. 10 protesta shumë të mëdha dhe serioze ka pasur në vitin 2019. Kur shkuam të kutia votimit, 622.000 vota Partia Demokratike, 768.000 ose 80.000 Partia Socialiste. Pra një diferencë shumë të thellë midis dy subjekteve politike. Që do të thotë, ja bëm hyzmetin e revolucionit të rrugës, gazit, bombave, gjatë gjithë vitit 2019, por nuk ja bëm hyzmetin kutisë së votimit. Në qoftë se do ta delegjitimosh, pushteti delegjitimohet në zgjedhje. Nuk është Edi Rama aq, s'po them diktator, pa aq i frikshëm sa duan ta paraqesin këta. Se çfarë ka bërë zoti Berisha? Zoti Berisha
duke bërë këtë përshkrimin e Edi Ramës si njeriu i frikshëm i krimit që të hadhet, shtrydhet, të nxjerr zemrën nga krahërori, ju ka futur frikën vetëve. Së është problemi madh. T'ju mbash fjalim gjithë ditën partisë tënde dhe t'ju thuar që ky është kriminal, dhe ky është i fortë, dhe ky është diktator, dhe ky ka të gjitha dhe ne s'vim dot pushtet. Unë nuk e di a ka ndonjë kryetar tjetër partie në botë që e bën këtë. Se e kundërta të tishtë duhet i thoshe partisë tënde që ky është i dobët, ky ka pika të dobta, me mobilizim ne e delegitimojmë dhe ja marrim pushtetin, me zgjerim të Partisë Demokratike ja marrim pushtetin. Pra këta nuk duan t'ja bëjnë hyzmetin në kuptimin e kutisë së votimit, në kuptimin e sfidës reale të pushtetit legjitim, edhe thonë çfarë bëjmë me që nuk duam këtu se janë interesat ekonomike që kanë përsaktuar secilin deputet PD-s dhe secilin hierark të lartë të Partisë Demokratike. Flitet për mandate të blera, mandate të dhuruara, mandate që janë dhënë si qoka biznesmenve për t'ja futur njeriu në parlament, pra nuk ke një parti e cila funksionon në shtratin normal të interesave të shoqërisë, është një parti e një 5-6 biznesmenve që përcaktojnë ata. Dhe nga që nuk duan ta bëjnë reformimin dhe ta çojnë Partinë Demokratike afër me interesat e shumicës së popullsisë, nuk i ka Edi Rama interesat e shumicës së popullsisë. Në të gjitha sondazhet deri në 10% të njerëzve janë të lidhur me shtetin. Pjesa tjetër janë njerëz që punojnë punën e tyre, nga që nuk duan ta bëjnë këtë reformim, se ai është regjim në qeveri dhe këta janë regjim në opozitë, pra duan të mbajnë ato postet dhe ato pozicionet aty, çfarë të gjejmë tani ne për ti kuruar mendërisht militantët, e janë i hedhim bomba në bulevard që të krijojmë iluzionin se ne po bëjmë luftë dhe do ja marrim pushtetin shumë shpejt. Ky është problemi, pra njerëz të cilët nuk kanë dalë në zgjedhje, ndoshta dhe nuk munden ta kuptojnë për arsye të përvojës jetësore. Por kur del në zgjedhje janë të gjitha mundësitë nëse ke kandidat mirë, nëse ke narrativ të mirë politike. Nuk ja vjedh kush votën demokratëve. Zoti Zogaj është një jetë në Partinë Demokratike dhe unë kam qenë. Por nuk ka burr që i vjedh votën një kryetari seksionit Partisë Demokratike kur të ketë kutinë e votimit në ruajtje. Kur janë vjedhur votat? Nuk janë vjedhur votat Partisë Demokratike. Kur ka fituar Partia Demokratike? Partive të vogla është tjerë, nuk janë vjedhur. Kush ja ka vjedhur votat? Ore demokratët janë trimare. Kush ja ka vjedhur? Ish deputet PD-s. I ka vjedh, i ka dhënë poste, i ka bërë rilindas. Po kjo është problem tjetër, unë po them për vjedhjen e votës. Ka vjedhur deputet. Nuk i ka vjedhur deputet, kanë shkuar vetë. Kanë shkuar vetë deputetët se i përzet ti dhe të shkojnë atje është mohabet tjetër. Jo, nuk është problemi se vjedh votën. Ai e vjedh para se të shkojë. Si e vjedh para se të shkojë? E vjedh te interesi. Si? Tek buka e gojës. E vjedh tek ai lokal, dyqani i vogël që ka aty te shtëpia. Si vjedh? vjedh? Te i ta timorin dhe i thua që shiko, o i jep votën ose për ndryshe. Ore po deshi ta jap tjetri votën, nuk ka tatimor që janë ndryshon. Unë jam dakord me një gjë, me disa gjëra që thua ti, kur vjen puna tek çështja e riorganizimit PD-s. Po. Pikse pare për të kuptuar një herë, çështja e protestës në vetvete, protestat to janë. Çfarë presim ne që të bëhet aty? Nëse ndodh diçka në protestë, ndodh protestë. A është e mirë apo e keq përfitim politik apo jo, kjo është edhe gjë. Por le të ndodh, po them mas një viti ka zgjedhje. Mas një viti çfarë kam unë me Partinë Demokratike dhe me opozitën në përgjithësi. Pra, unë seriozitetin në fakt të një proteste të Partisë Demokratike do ta shikoja tek vazhdimësia e saj. Pa jo duket sikur është gjithmonë një shëtitje 2 orëshe me pak përplasje me policinë, e cila mbaron nga ora 8:30, ikim në shtëpi për të ardhur në një ditë tjetër. Dhe ajo që unë pyes është, ore çfarë pengon Partinë Demokratike? Që në këtë situatë që është qeveria, që e meriton totalisht të gjitha ato emocion, se ka një emocion te protestat sot që flasim. Ka një emocion popullor që është një mlef i madh. Ndaj kësaj që i është bërë këtij populli, mlefi është te protestat e të Vlorës, jo aty. Po. Ka emocion, jo, ka emocion dhe aty. Nuk është Partia Demokratike vetëm aty tek ajo protestë. Më beso mua. Aty është dhe popull, është dhe popull. Aty ka dhe mund të ketë dhe socialisëm. Pra janë njerëz që vinë, natyrisht që nuk do ta shoqërojnë për gjatë gjithë kohës, po janë njerëz që duan ta nxjerrin emocionin. Tani, pse nuk e kanalizon dot opozita gjithë të vibe të madh që ka popullor, sepse nuk e shikojnë vetëm ne Belinda Ballukun. E shohin gjithmonë. E kuptojnë të gjithë ky po e mbron. E kuptojnë të gjithë për akshin që ja ka dhënë shtetin një Bashivozuku. Pra,
Këto gjëra e ndezi njerëzit. Atëherë, këtë emocion, pse mos janë ngulësh aty përpara aty kryeministrisë? Njerëzit që të rinë, s'ka nevojë për bërdhun, po. Ngullu mor aty, që të dali kjo fotografia, që ky kryeministri e ka popullin përpara kryeministrisë, ka 2000 veta, ditë natë, para kryeministrisë, se nuk ka dëm më të madh që mund t'i bësh i kryeministri nëse ti, në çdo kancelari të Europës tregon këtë fotografi. Para zyrës tënde, zotrin, s'futesh dot tek zyra ati. Ka zgjedhje mas një viti, duhet të gjej kandidatët për kryetar bashkie, kandidatët për bashkiak. Ka zgjedhje për mas një viti. Të kuptojmë një gjë. Nëse ti tenton që në këtë nivel shkelje ligji dhe ushtrimi uzurpativ pushteti që bën Edi Rama sot, ti mendon se këtu do të organizohen zgjedhje të lira dhe ndeshme, kjo është e gabuar. Por kjo është disfatiste. Vetëm 90 ditë në Çadër shkum dolëm 43 mandate. Se nuk u mor njëri me zgjedhje. Në qoftë se është tjetër gjë, se ajo që doli nga Çadra u shit. Jo, më nuk ka lidhje me shitjen, më ndeti partia në Çadër 90 ditë dhe nuk kishte kohë për zgjedhje. U kërkua, u kërkua. O zoti Zogaj, a keni qenë kandidat vitin 2017? O Indrit, ma lejo, Indrit, se unë të digjoj dhe në fund, ma lerë të lutem. Nuk po them, unë po them opozita. Unë po them, kjo opozit, a ka mundësi që ta strukturoj të vazhdushëm oponencën e saj për balë qeveris, me qëllim që të arrijë qëllimin e parë, që nuk është të shkojnë në zgjedhje. Është të marri një palë zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Si merë kur ato? Është e vetë mja formë se si merë. Dhe në qofë se por në qofë se unë vim pushtet, po pse do bëju zgjedhje të lira të ndeshme? Pastaj pse do vinë ndonjëherë demokracia këtu në Shqipëri? Pse do vinë ndonjëherë demokracia, nëse ti nuk mund ndonjëherë autokracinë? Indrit, nëse ti nuk e mund autokracinë, këtu s'vjen demokracia. Se kur të viju në pushtet do bëjë demokraci? Po jo, do të ta bëjmë më keq. Një sekond. Ky është problemi që kemi ne. Se themi mundet ti atë dhe si demokraci. Jo më shok, po më le pra të mbaroj. Partia politike nuk është. Mos e bëj këtë gjë. Qëndroj deri në fund aty përballë. Qëndroj më ulur shesh aty para kryeministrisë. Mos ik atë. Desa të bjeraj. Po s'ndodh kështu, se s'është kështu. O shok, po një sekund. është e vetë mja formë. A ta marrë një sekund, lutem një sekund. Partia politike nuk është shoqat. Partia politike përgatitet për ditën e kutisë së votimit. 90 ditë në Çadër, dhe kur shkoj Partia Demokratike, 23 mandate, zoti Zoga ka qenë kandidat, nuk kishte parti në dispozicion dhe mori për herë të parë në historinë qarkun e Leshës 3 mandate Partia Demokratike. Pse? Nuk kishiti për ka një praktik tjetër Partia Demokratike. Këta konspiracionet me shitje janë kotë. Ta mbaroj se konë. Qeveria teknike me 3 ministra që si pyeti njeri. Partia politike ka vetëm një synim, ditën e zgjedhjeve. Rri një muaj rreshti para kryeministrisë, nëse ditën e votimit. I shiti Basha o Indrit. Po nuk i besoj unë këto mërë me shitje, se këto janë thjeshtëzimet që bënë televizionet. Nëse ditën e zgjedhjeve nuk e kandidat mirë, nuk e kandidat për Këshillin Bashkiak të mirë, që do të forcoj në secilin fshat, qytet dhe lagje të Shqipërisë, nuk ke fuqi politike. Fuqia politike projektohet në zgjedhje. Jam dakord, zgjedhje. Në votimet të cilat nuk kontrollohen në të njëjta rregulla. Nëse ai të përdor ty administratën, të përdor ty policin, krimin organizuar, janë të provuara. Po pse në Kavaj fitoi PD-ja, nuk u përdor krimin Kavaj? Vetëm në një. Me këto mendje sa për shije, ta lë dhe një. Në Mirdit fitoi. Pa fitoi në Mirdit, pse fitoi sa për shije? Sepse ti nuk qasesh dot te kutia e votimit. Se fitoi në Mirdit. Ore, po ta kuptosh se si funksionon sot dinamika. Se fitoi PD-ja në Mirdit. Se un kam qenë para 6 muajve në fushatë. Po pse fitoi më? Kam qenë para 6 muajve në fushatë. Dhe ta them unë që nuk qasesh dot te kutia e votimit ti. Po nuk qasesh, sepse nuk të lë dikush ti asë di fare. Ti ke qenë parti e vogël. Ka rëndësi. Partitë më dha qasën te kutia e votimit. Për të qasur do qaseshin të gjithë, por duke qas partia e madhe nuk qaset. Por partia e madhe se është ajo që thotë Andi Bushati. Nuk ka kriminala këta. Nuk kanë ato, po të kishin grupe kriminal do fitoni sa. Ti je i sigurt? Jo. Dhe kjo është drama këtu. Po nuk është ashtu. Sepse ne kemi legjitimuar këtë. Fiton Rama themi, sepse është jo. Nuk mund ta legjitimojmë faktin fiton Kalama se pas ka grupet kriminale. Jo, kjo nuk është normale. Pasim 3 vend njëtën kohë. Cili kriminal merr votën? Po nuk e marr shumë, po shikoj. Cili kriminal merr ka votën? Falë ti tregoj vetëm një detaj. Tregoja se ke. Marrëveshja 2017 ka qenë marrëveshje pothuajse është përgatitur nga ndërkombëtarët, vetëm e kanë firmos. Do të thënë se ishte një mënyrë me dal PD-ja nga Qorsokaku ku hyni.
u fut me dy kërkesa ndërbllokuse, se merresh me politikë, dhe mos bëjmë shumë retorikë, se je marrë me politikë. U kërku Qeveri teknike? qeveri Shkyrja teknike zgjedhjeve? 3 muaj përpara zgjedhjeve, 3 muaj para Po, zgjedhjeve. shkyrja zgjedhjeve e qeveri teknike. Bashkohet kjo kërkesë me një tjetër vendim që ne nuk votojmë komisionet ad hoc parlamentit për fillimin e reformës në drejtësi. Tani këto janë kërkesa ndërbllokuse që tregojnë se aprish politika, apo politika s'prishet. Atëherë u futën miqtë të Shqipërisë, thanë si ti nxjerrim këto nga ky handicap, edhe bën një marrëveshje dhe ata amerikanë thanë, kjo është marrëveshja, kush nuk pranon gjithë tekstin e marrëveshjes, është kundër marrëveshjes. Po. Dhe si përfundim, kur shkova unë kandidat, këtë detaj doja thoja, partia Se bën ndonjë publike. ishte shkrehur. Jo, po pse se bën publike këtë marrëveshje? Është bën, kjo është e njohur, Kush? Po kjo është publike. Rama tha që do ta disclose ta si këto doset e Epsteinit, Kjo po nuk është bëm, është botuar një 100.000. Marrëveshja që kanë lidhur ata kur u futën bashkë i ranë shpatulla njëri ajo është tjetrit. marrëveshje. Marrëveshja Brian Hoyt Lis. Ajo është e Brian Holt Lis që vetëm e kanë firmosur dhe kanë shtuar një 3 drejtori aty. Kaq. Ato vetëm drejtorit. Pastaj çash fol tjetër, po unë them marrëveshjen e shkruar. Ka pas një pikë aty. Mentori nuk ka fol fare. Footnote. Do më qertosh. E kemi Dhe partia jo. mentorin e diskriminuar. Vetëm kjo se ka rëndësi. Po e diskriminuar. Me qenë se jam dëshmitar. Pra kur ti rrin 4-5 muaj, larg me idenë që ne po nuk ndodhen kjo sym zgjedhje, jemi në qadër, shkrehet elektorati, nuk të pret. Kur shkum ne me vonesë, bile kishte plot familje që e kishin hek dorë nga kjo punë. Këto ju s'do hynin zgjedhje, e kemi lënë këtë punë. Për këtë them unë që duhet mos të shohim gjërat kështu me shumë me një militantizëm tipit vjetër. Partia politike jam dakord me Egrit. Ka një ditë, ka zgjedhjet. Çka është funksion zgjedhjeve? Shiko, duhet kuptosh një gjë, zgjedhjet në vetvete, se ky është hall në vetvete zgjedhja, se flasim zgjedhje, sigurisht një ditë shumë normale, demokratike, ku ti shkon dhe voton. Tani, bjem dakord që nuk janë, se mund të jemi kundër, pa. Ti mund të thua që dita e zgjedhjeve është shumë normale në Shqipëri. Procesi i zgjedhjeve është shumë normal. Janë zgjedhje të lira të ndershme. E kush e zgjidh te për një minutë? Jo, pikërisht pas, ne ndajemi në Preçin ti e kërkon ti këtë? Jo, e preçin e kemi thirrur dhe ty. Kemi thirrur të thonin çka ka ndodhur, dhe çfarë po ndodh. Nga fakti që ore këtë e zgjidh politika o zotëri. Ne themi s'ka zgjedhje më. Ore e zgjidh vjedhura. O zotëri, çdo më thënë kjo. Po mirë, më ik pirllu pastaj ti, mos rime. Mos u fut më. Mos u fut më pra. Mos u fut, gjej mënyra mo. Gjithashtu ai. Po gjej mënyra, ore po kush do ta zgjidh? Ore unë nuk kam thirrur për ta zgjidhur ju këtu. Unë kam thirrur të prit. Kjo është me rrezikshmja. Me rrezikshmja sepse po të vi ky tjetri, po pse duhet ta ndroj ky tjetri pastaj? Ky do bëhet më keq se ky, nëse ky gjen mënyrën për ta mundur këtë, pa rregulluar rregullat, atëherë ky do e bën më keq se sa Rama. Rregulla më shiko zgjedhjet bashkiake. Edhe Shqipëria pastaj imja dhe jotja, 6 kandidatë të Partisë Demokratike që fitojnë bashkit janë 6 djem të ri. Ore, dika vetëm këtë shikoni. A mund të them vetëm një gjë? Një sekond gjithë vogël fare. Lulzim Basha i humbi zgjedhjet e vitit 2021 vetëm me 50.000 vota. 30. Një minutë. 37, me gjithë lesi. 37, një sekond, nuk ka rëndësi mo. Mënyra se si punoj ajo ishte me lësinë e gjitha me 37.000 vota. 37.000 vota, këtë shifër të saktë. Tani këtu, pse nuk i vodhi ky e drama, po e la 37? Gjitha, pse nuk i vodhi ky e drama në këtu? Jo, pse shkoj 300.000 diferenca. Ke hallet dhe kusuret e ti tani, të më dha, zho me thënë kjo? 37. Dhe kujtja kërkon tani, ne do shkojmë të regulojmë të punë. Ti e ke marrë për sipër o zotëri këtë punë. Në qoftë se ti del dhe thua, me Ramën s'ka zgjedhje, qa si zgjedhje? Fali minut. Në qoftë se ti thua, ja pyetja ime është kjo, me Ramën nuk ka zgjedhje, qa do me thënë, kujtja thua ti këte? Atë e s'del njëri fare s'veten votime. O julli, 37.000 vota më pak në 2021, 250 dhe në 300.000 më pak mas 5 vjeç. Dhe më thënë, kur është 4 vjeçi ku korupcioni nuk ka qenë më një fenomen i denoncuar në për foltore. Ka qenë fenomen i hetuar. E disa kohë mblodhe ti për zgjedhjet e fundit, 5 ditë e fundit. Ishe i qarë copa. I hetuar. Nese, ne nuk e zgjidhim do të ne këtë punë. Ne të themi çfarë mendojmë, ore, se cili edhe unë ju tres këtu, të keni mendimi diversiv, jo të mbushim mendin njëri tjetrit. Bushati ka mendimin e vet, Preçit vetin, që
rrethana Mentor ti që mendon tani këtë që gjë? rrethanat që kjo qeveri të ikte janë që 8 vjet përpara. Pra që në 2021 duhet kishte ikur. Bile shqiptarët kanë pat një lloj rregulli të pashkruar që çdo 8 vjet bën një rotacion. Dhe që ekzistojnë gjithë rrethanat pra që ketë rotacion, se ka edhe korrupsion të nivelit lartë, ka organet drejtësi që kanë ekspozuar këtë korrupsion, ka vullnet popullor, janë pra rrethanat për rotacion. Mirë po, për rrugët për të shkuar të rotacioni, këtu dallojmë. Që duhen zgjedhur, më duhen gjetur. Opozita duhet të gjejë. Edhe regjimet, kemi parë diktaturën, kemi parë edhe vrasjen e zotit Hajdari dhe protestat e 14 shtatorit 98, që nuk kanë prodhuar rritje të opozitës. Kemi parë protestën e 2004, se Berisha ka një 35 vjet në pushtet në politikë, kështu që e kemi parë Berishën në funksione, në variantet ndryshme. Kemi parë se si Berisha 2004 me atë nanoik, i frenon të protestuesit që donin të hynin kryeministri. Gjela i thoshte hyni Po që në dorë 8 muaj para më bu, si kishin vazhdu me nanoik, prap keq do kishin. Sepse U mor një vendim që tani do shkojmë dhe zgjedhjeve si parti alternative pushtetit. kemi parë edhe PS-n. Atë ta marrin si përvojë. Ndodhi ato protestat e 2011-s, vrasja e 4 protestuesve në bulevard dhe nuk erdhin pushtet. Pra, unë mendoj që kjo qasje agresive që përdoret në mënyrë. Po nuk është mas qasje agresive. Po flas Adet Bushati. Po Për qasje agresive tani bën teatr ti aty. Ai është teatr. Ai teatr synon Ku ka qasje agresive? o të kërcënoj apo të nxis segmentet prokurorisë që vazhdojnë me çështje. O të kërcënoj ndërkombëtarët. Ku ishte qasje agresive? Po ata që hedhin molotov mi policët ndoshta synojnë edhe të prodhojnë reagim agresiv të policisë. Të ketë në i të vrarë, të ketë në i të plagosur. Edhe kjo po tentohet. Por unë mendoj që insistojnë atë që duan që ta problematizojnë imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Meqense ka një interes ndërkombëtar që Shqipërinë, Malin e Zi, ta fusin BE me gjithë problemet që ka, me gjithë këtë lloj regjimi që ka, pamja me protesta nuk është pamja më e mirë për ta futur Shqipërinë. Kjo është ajo që po tenton ndikoj Berisha. Liria e protestës. Kemi pak kohë, sepse do me thënë edhe gjatë vajti dhe popullata fle, Po, tani, po. Bushat tani si e mendon ti se i kemi thënë shpesh këto, synimi finale është qeveria teknike. Qeveria teknike apo derisa të zgjidhet doktori olla, të rizgjidhet kryetar? Çfarë është kjo tani? Doktori është zgjedhur se ka parti private atë, më kejtë Cerama, nuk është ai problemi, s'ka problem zgjedhjet doktori, ka një nevojë për justifikim. Dhe hetë fishek zjarret dhe molotovët për mua janë simbolet pa fuqisë të opozitës, jo të dhunës të opozitës. Po doja pak flite për një gjë që u fol pak më parë në studio. Do me thënë, opozita duhet merret me protesta, me molotov, me kështu, por thjesht ketë kandidatët më të mirë ishte ideja. Dakor, mund debatojmë dhe për këtë. Po, unë sot besoj që për shembull dhe doktor Alin Kosova dhe Belin Klliçi që s'kan vjedh një centim nga parate shqiptarëve, kanë qenë kandidat më të mirë se Erion Velie. Po ka fituar Erion Velie. Kandidat më të mirë nuk ja di emrin, po me siguri PD-ja ka pas kandidat më të mirë se Safet Gjici. Po fitoj Safet Gjici. Po PD-ja me siguri do ketë pas kandidat më të mirë se Shukri Breg Grisuri. Por fitoj Shukri Breg Grisuri dhe pasardhjeve. Dhe PS-ja fitonte me kandidat mirë Gramozruçin Fier. Po kur i doli një mostër si Balluku, e bëri amator të duket Gramozruçi. Pra këtu nuk është punë kandidatësh, këtu është punë hajdutësh. Të pajtojmë opozitën, se nuk ngrihet dot në nivelin hajdutësor të Belindës apo të Erionit, atëherë jetojmë në një botë që e kemi shpikur vetë. Një sekund, tani, ka diçka. Populizmi dakord, sepse mundohemi të shpëtojmë nëpërmjet populizmit argumentin, por ka një gjë. Kandidat i mirë
kandidat për këshillat bashkiake të mirë dhe organizim politik të mirë. Pra ka 3 kritere një parti politike. Çoja Evlia Profet kandidati, nëse s'ka parti që t'i bëj fushatën, nuk mund të fitoj kandidati. Kanë qenë kandidatët e Partisë Demokratike që kishin seksione fiktive. Do të thotë qendrat e votimit Partisë Demokratike deri vonë nuk kanë qenë të mbrojtura me organizim. Edhe sot i ka të pa mbrojtur me organizim. Ka gjysën e seksiones fiktive, ndërkohë që ai tjetri ka patronazhist. Lexova unë analizën e Damian Gjiknurit për listën e përzgjedhjet të Vlorës. Kishte 2 të deleguar për çdo kuti votimi. Ndërkohë Partia Demokratike kishte 2 të deleguar për rreth ose për deg, që do të thotë vota dhe beteja për votën nuk është kombëtare, është në secilën kuti. Në qoftë se ti lë nga 5300 seksione dhe 5300 kuti votimi që ka Shqipëria në organizimin elektoral, ti lë gjysën pa mbrojtje, nuk ka çfarë i bën as Belind Këlliçi, as Halim Kosova, as kush. Se Belind Këlliçi u fut pa partinë në këtu. U fut vetëm me tifozerin që dha votën për Sali Berishën dhe Partinë Demokratike. Një lloj dhe Halim Kosova. Dhe këtu këtu kemi qenë në studio me Bushatin dhe me Belindin në vendin e Preçit, ku ai fliste për Urbanin, për autobusin Falas, dhe jo për dhe asnjë emër oligark, se partia urdhëronte që të mos përmendej. Këtu për shembull zotni Flamuri këtu Belindi kishte frikë ti ka 5 oligark. Po. Por problemi... Edi Rama, dhe asnjë emër... Po Erioni, se për balë kishte Erioni, mësë s'po bëni si kur kishte... Nuk ishte Belini që kishte frikë. Ishte Erioni bashkë me Ramën që gjithnin lekët tona me këta oligarkë. Ne tani themi, problemi është prikacakllokue i Belindit, jo hajdutësia e Ramës dhe Erioni. Problemi është organizimi politik. Me këtë absurditet kemi arritë, kupton? Por kur nuk ke organizim politik, që e kandidatin më të mirë të humbë. Jo, Indrit, mund t'jetë ajo që tu ati në një pjesë. Po unë jam marrë me parti... Po në një pjesë temi. Një pjesë është dhe pushteti, mo, e dim të. Një pjesë shumë të madhe, dhe mos e moho këtë... Si i ka bërë Edi Rama këta patronazhistët? Me lekët e mia dhe të tua. Si i ka bërë? Me lekë, molla. Të merë në punë... Më dëgjo mua, më dëgjo. Se shtoj administratën, dëgjo. Të dëgjosh 2 shifra, vetëm. E ka shtuar administratën me 87.000 persona të punësuar. Po themi diçka tjetër. Pra, më dëgjo. Këta i kështë pasakti, dhe vetëm 5% ka lidhe me shtetin, kanë shumë. Administrata është, sa është, 170.000? 200.000 veta. Tani, më dëgjo, 200.000 veta është 89.000 e ca. Dhe më thënë afërsisht 1 milion vetë. 200 e ca mi në shtatë elektorale shkon... Po janë 2 milion vetë, se janë... Se do të... Do konkludojmë, zoti Preç. Tani, të gjithë këta njerëz, nuk janë futur se ka pas nevojë shteti. Shtetit është futur puna për shkak të teknologjisë. Ta janë futur të gjithë në punë dhe bëjnë atë që thua ti. Me qaj paguan ata 2 veta që qonë të kuti? Më dëgjo të lutem. Me qaj paguan këta 2 veta që qonë të kuti votim? Pano. Lekte mjetë tua. Ja, kjo është avantajë. Pra, këtë më thuaj, mos të thuaj që... Natyrisht, dhe organizimi politike, dita këto e Berisha, dita këto janë... Për një sekundë, për Partia Demokratike... Partia Demokratike Shqipërisë mori përsipër të bënd të sistemin e patronazhimit, të cilin e bënd... Nuk ja del do të kukash një sekundë më bu. E mori tek Partia Viktor Orban. Është një sistem të cilin e bën se cila parti në perëndim për të pasur shtrirje kapilare në territor. I dështoi, dhe nuk i dështoi se nuk kishte njerëz, po i dështoi sepse antarësia partish isin të patrajnuar dhe thoshin ne nuk jemi komunista që të vendosemi në rresht, ne jemi njerëz lirë. Edhe ju thoshin, po kur futenin për futboll, a futen një mbrojtës, një mesfushor, një port. Se duhet organizim në fush. Ja dhoni, ne jemi njerëz lirë dhe i dështoi sistemi i kontrollit të kutive të votimit, që është shumë i rëndësishëm për kush njeh partitë politike. Njerëzit që nuk i njohin partitë politike flasin pa përgjegjësi. Ja, dakord, me menaxhimi i zonës është tjetër gjë. Është vota më. Pano mos e... Temi është që mos e bë sikur po të bëj këtë Partia Demokratike, pap vjen në pushtet. Boja Hyzmetin ti secilës kuti votimi dhe shikoje rezultatet. Nuk e që i bën fare, mo në përmbysje të mëdha nuk e që i bën fare. Po jo. Po se më në vidin të thash, në vidin 2021. Ma i lartë, la po i zda drejtim, ma i lartë, po. Ne se cili të mbaj mendimin e vetë, në kjo këshu është kjo punë tani, njëzit janë këtu, Preç, ti, Pano, kanë qenë.
njës të rëndësishëm të kësaj partije, të opozitës, zotria që ke këtu, Lori Armik, të gjithë armiq i ke. Edhe buri që është për balë, mori votën dhe ja çoi Arlind Qerit. Po nga do vinë votat nga Maqedonia? Apo nga Armenia? Po jo më se votat e tyre janë votat e Bushatit, votat e tjetrit, që ikin. Ikin për lesh, nuk ja çon ati. Ja kaq është historia. Armik, këntari. Unë s'jam armik, unë s'jam... Kjo është akoma, i ka ikur pa qenë armik. Shembullin e 2004, e hapi partinë. 2004. Jo, ore, nuk diskutove. Janë ato që thot ai, po Se popullata tani... Janë vetëm... Njeri nga operatorët ja bën tek O Ylli, mos e tregoj kush. O Ylli, popullata i bjen shumë. Do iki vë? Ja bën tek që do me thënë... Se me qenë se... duket se... vetëm i gjithë... Se mund na edhi në një këtu, ore. Popullata i bjen Pano, shumë. mund na edhi... Falë Ylli, se me që... Po të falë, po të odhi në një stend të fort operatori, nuk kam se të vej. Se Pano po thot që në ato protesta vinë dhe qytetarë, jo për kundrazi, qytetarët e moderuar nuk kanë qef të shkojnë në ato protesta. Do shta kanë qef vënë protesta si ato në Durrës, si ato në Vlorë, që në salë, ato janë më të bukura. Do shta dhe lapat, që është e bukur simbolike, edhe protestat e mëdha të lapajt. Molotovi është element që nuk është shton as vota, as fryt. Lapa erdi shketi, sa po mbaroj doktori erdi lapa me 12 vjetë aty. Më falë, gazi është përdorur sulmin dhe partisë bashkë. Ja mori doktori, ja mori disa orë, ngriti flamurin doktori, vodhe Molotovi, pasa erdi lapa erdi. Peti kur erdi? O Ylli, popullata që në ndjek e di shumë mirë se që ndodhë. Ndose. Popullata e Edhe dite... pse kjo s'funksionon e di shumë mirë. Zoti Bushati, faleminderit shumë, një rashë, atë dheu po të pretë, vendi të do shumë. Miru pafshin, faleminderit shumë, natë e mirë. Të dhëruar kolegë, natë e mirë dhe një, faleminderit shumë që ndihmuat në këtë orë. Ka i të vone edhe operatorët, shumë faleminderit, edhe regjia, edhe ekipi, stafit gjithë, disa herë faleminderit nga zemra se... Zamë shumë të reqetë. Që të mos në shajnë ose do të rritë. Nërruar të shikus faleminderit nëse në ndoqit deri ka gjvonë, ha? Ka ngell kusht? Ndjesë, ju qofshi. Ju qofshi. Natë në mirë.